Në mes të vreshtave të Rahovecit, këtë herë pa politike, pa protokoll, me Ali Dulën, do të flasim për rukëtimin e tij, kujtimet që lidhin me vendlindjen, gazetarin dhe përvojat e veçanta nga Stambolli. Një bisedë ndryshe për te i figurës publike për të zbuluar njeriun pas saj. Po, profesor, na ke sjellë në një vend mjaft të bukur kështot. Po, Rahoveci është një vend shumë piktoresk, ka një konfiguracion gjeografik të jashtëzakonshëm, siç jeni dëshmitarë dhe ju nga këto pamjet mahnitse të bukurisë vreshtave të Rahovecit, por në përgjithësi të okës së plleshme të Rahovecit, është një vend jashtëzakonisht me një pamje shumë piktoreske dhe ka një peizazh të jashtëzakonshëm. Kushdo që vjen, magnitet me bukurinë, nuk është e rastishme që shpesh edhe e quajnë ose parafrazojnë si Toskana e Kosovës, dhe ka një histori jashtëzakonisht të bujshme, sepse kjo kulturë ose kjo subkulturë, ta quaj kështu, e kultivimit të vreshtave të Rahovecit, por në përgjithësi edhe të kulturave të ndryshme të agronomisë, mendoj që datojnë që nga koha e Dardanisë së lashtë, dhe këto e kanë dëshmuar edhe artefakte dhe eksponante të ndryshme, domethënë që janë gjetur historike, që sot e kësaj dite ruhen, dhe siç po e shihni edhe vetë, Rahoveci ka një bukuri të rrallë që nuk e gjen dot në asnjë vend të Kosovës, ndoshta edhe ballkanik. Në këtë rubrik, politikën do e lëm krejtësisht anash, kështu që jam kurioze të di se kur përmendet Rahoveci, cili është kujtimi i parë që ju vjen kështu në mendje? Natyrisht është vendlindja ime dhe ajo që sot e kësaj dite kur do që e kujtoj janë memoare, domethënë të jashtëzakonshme që i mbaj mend nga një fëmijëri, domethënë shumë e vështirë, sepse unë jam rritur në një ekonomi të ngushtë familjare, vetëm më bai punonte, i cili tashmë ka kaluar në amshim, dhe në mbante gjithë familjen në atë kohë, që nga koha e ishte sistemit të veçeverisës, domethënë në kohën e ishte Federatës Jugoslave. Pastaj viteve 90-ta, sistemi paralel, atëherë kur shqiptarët u përjashtuan nga çdo segment i jetës shoqërore në Kosovë, u larguan nga puna, kushte të vështira, jashtëzakonisht të vështira, por megjithatë me një harmoni, me një dashuri të jashtëzakonshme familjare. Unë mbaj mend domethënë që nga shkollimi, unë kam qenë i dashuruar, ndonse shpeshherë kam potencuar që edhe duke parë këto bukuritë që i ka Rahoveci është e pashmangshme që të kemi domethënë edhe pjesën e lektorisë, ne e kemi pasur si familje, jo shumë të madhe, por edhe atë pjesë domethënë si një qehaja i vogël e kom përjetuar, duke mos u shkutur asnjëherë nga libri, fokusi, vëmendja, koncentrimi, interesimi im ka qenë gjithmonë domethënë edukimi, shkollimi, derisa kam përfunduar të gjitha nivelet e arsimimit tim, por unë e mbaj mend domethënë Rahovecin gjithmonë si një vend i cili kudo që shkon në botë, dhe unë kam lëvizur mjaft, është përjetim i cili nuk mund të matet, nuk mund të krahasohet me asnjë vend tjetër në botë. Ndoshta edhe ai magnetizimi ose ajo dashuria e madhe që është për vendlindjen, por Rahoveci për mua mbetet domethënë vendlindja e cila në asnjë rrethon, në asnjë moment nuk ka pasur mundësi të shkputem. Edhe gjatë luftës madje, kur përjetimet ishin shumë të vështira, nuk kam qenë asnjëherë përtej zonave domethënë të largta të Rahovecit, edhe si refugjat, domethënë kur isha në moshën e para adoleshencës. Pra nuk kam qenë ndonjë refugjat që ka kaluar në pjesën e Maqedonisë së Shqipërisë, gjithnjë kam frekuentuar domethënë në zonat e përafërta, duke u kthyer sërish mas një javë ose 2 javë në shtëpi. Pra gjithmonë këtu kam qenë, natyrisht përjashtimisht gjatë periudhës kur është dashur të shkutem për shkak studimeve të mia të mëtejme të nivelit parë, dytë ose të nivelit fundit, domethënë që kanë qenë pjesë e studimeve jashtë shtetit, Kosovës. Pikërisht për këto studime dua që të ndalemi pak edhe të flasim. Si ka qenë kjo periudhë për ju? Keni qenë në Stamboll, apo jo? Po, unë kam qenë bursist i qeverisë turke, nga qeveria turke kam përfituar domethënë një bursë 5 vjeçare gjatë studimeve të mia doktorale në shkencat e komunikimit, më konkretisht në departamentin e marrëdhënieve publiku,
teza ime ka qenë nga rrafshi i komunikimit politik, i cili analizohet nga këndvështrimi elektoral, si bëhet kampanja, si ndërtohet PR i subjekte të ndryshme politike ose figurave të ndryshme politike, menaxhimi i tyre gjatë kampanjave zgjedhore, etj. Pa thjesht ka qenë një periudhë interesante dhe shumë e rëndësishme e jetës time. Stambolli është një kryeqendër botërore, mund të them, aty gërshetohen kulturat nga më të ndryshme, sepse po flas nga aspekti i studimeve të mia në kohën kur unë isha student, kishte student nga gjitha anët e botës. Turqia është një vend i cili në 2 dekadat e fundit ka pasur një ngritje të jashtëzakonshme socio-ekonomike. Natyrisht ka sfida të tjera tash në pjesën e ekonomisë, por megjithatë është një vend i cili konsiderohet nga vendet të zhvilluara, më të zhvilluara të botës, ekonomia e saj ka luizuar në çdo segment. Dhe unë atëherë shkova duke mos pasur në fakt asnjë parabazë të gjuhës turke, por megjithatë është dashur që të kaloj një fazë të studimeve të mia me vështirësi të jashtëzakonshme, por me një vetbesim të jashtëzakonshëm. Unë kam pasur fatin që të jem pjesë e Universitetit të Marmaras, një universitet i cili ka rrënjët ose themelet e krijimit të tij që nga koha e Perëndimërisë Osmane dhe ka një traditë pothuajse dyshukullore akademike dhe profesorët e cilët kanë qenë pjesë e studimeve të mia duke pasur vetbesimin, por dhe angazhimin të pashoq maksimal, sepse ndoshta kjo mund t'ingëlloj pak edhe jo modesti, kam qenë vetëm student i huaj në grupin që isha në studimet e mia doktorale në atë kohë. Por megjithatë është shpërblyer mundi, sakrifica, sepse vërtet është vështirë. Stambolli sa është i bukur, është edhe goxha i vështirë në kuptimin e një qyteti të madh, sepse jetoje në pjesën aziatike, ndërkaq që kampusi i universitetit ka qenë ku unë duhet shkoja një gjërata dhe për prezantime të mia, domethënë pjesën e evropiane të Stambollit, duke kaluar Bosforin çdo ditë pothuajse, dhe është i lodhshëm, por megjithatë kur kihet parasysh nga kjo distancë kohore, domethënë se ku kam qenë dhe ku kam studiuar ose ku kam jetuar, vërtet tashti e kujtoj domethënë me mjaft nostalgji, me një pamje sikur se gjithë e dim Stambolli, dhe madje Bonaparte ka një thënie të famshme për Stambollit, nëse do ta pyesnin atë se cila është kryeqendra botërore, ai do thoshte se Stambolli është me vërtetë kryeqendra botërore e qytetit, domethënë më të bukur, më të mëdha në botë. Cilin vend e vizitoni përsëri kur të shkoni në Stamboll? Cili është ai vendi që keni nostalgjinë më të madhe? Është pjesa ku unë kam jetuar, natyrisht pjesa e Üsküdarit. Üsküdari është një vend në pjesën aziatike që 3 vitet më pa ndërprerë unë kam jetuar në atë pjesë dhe sa herë që e vizitoj është e pa mundur që mos të shkoj dhe të pi ndonjë çaj aty, sepse Turqia përpos shumë tregtisë që e ka të zhvilluar, me Kosovën e kam fjalën. Njihet për çaj, sepse atje përdore shumë çaj, ulem aty pranë Bregdetit, janë disa kafeteri shumë të bukura. Pastaj është një vend tjetër që unë kam kujtime shumë të mira, nga koha e studimeve të mia, që është Nishantash. Nishantash është vendi ku kam vijuar studimet dhe ku ka qenë kampusi. Tashti nuk është renuar dhe ka kaluar në pjesën prapë aziatike që quhet Göztepe. Por gjithmonë kur shkoje në Stamboll është e pamundur që të kaloje ose që të mos e vizitoje Üsküdarin. Në rini të gjithë janë ëndrimtar, po them kështu që në rinin tuaj cila ka qenë ëndra juaj më e madhe, edhe a do thonit se e keni arritur apo ju keni afruar, si do e përshkruanit? Shikoni, njeriu nuk duhet të jetë i vetkënaqur, por natyrisht edhe ambicjet pambulesë gjithmonë kalojnë në pjesën e iluzioneve. Ambicjet pambulesë gjithmonë duhet të kenë një mbulesë. Unë mendoj që atë çfarë kam dëshiruar deri në një mas, ndoshta mund të them se ja kam arritur, por dhe ndihem mjaft i përmbushur me veten time, që nuk do të thotë se jam i vetkënaqur, sepse misioni i njeriu në këtë botë është që të jap kontributin maksimal të tij
në gjërat e mira, në objektiva të cilat ai duhet t'i arrijë. Unë mendoj se asnjëherë nuk ka qenë pjesa e materiales pjesa e cila do të më përmbushej mua. Kontributi për shoqërinë, kontributi për të bërë vepra të cilat lënë gjurmë në jetën tonë, nuk duhet ndalje vetëm në një periudhë të caktuar kohore, ai duhet të jetë domethënë në kontinuitet, duhet të jetë gjithmonë në vazhdimsi, derisa ne kemi energji, forcë fizike dhe mendje të tillë për të kontribuar. Me që keni qenë edhe kandidat për kryetar të komunës së Rahovecit, po e dëgjojmë shumë atë këngën e Destan Begut. Qysh Sahati. Në Rahovec e kem konakin. Eksakt, Erza. Po, e vërtetë unë zgjedhjet e fundit, domethënë lokale, isha kandidat për kryetar të komunës së Rahovecit dhe isha shumë afër, domethënë të fitores. Megjithatë, domethënë përfunduan ato zgjedhje, po jemi këtu pikërisht në ky vend, i cili është një lloj identiku i qytetit të Rahovecit, sepse Rahoveci ka mjaft vende historike. Kjo është njëra prej tyre dhe pikërisht në këtë këngë që e potencuat ju, është kënga e Destan Begu Qysh Sahatin. Kjo është ajo kulla ose Sahat kulla e njohur, e cila është ndërtuar në shekullin 18, në vitin 1792, si dhurat nga Mahmud Pasha, i cili ishte në atë kohë mytësarif i Sanxhakut të Prizrenit, me që Rahovecit bënte pjesë në pjesën e Sanxhakut të Prizrenit, dhe si mytësarif i njohur i Sanxhakut të Prizrenit, Mahmud Pash Rrotulli e ndërtoi këtë si një lloj dhurate për qytetarët e Rahovecit, sepse këmbana e kësaj Sahat kulle, që ishte për orientim për qytetarët, dëgjoi deri në komunën të Gjakovës. Pra, ishte aq e fuqishme dhe për një kohë të gjatë funksiononte. Natyrisht, pastaj gjatë kohës filloi që të demolohej etj. Është në një mbrojtje, jo në mbrojtjet e UNESCO-s akoma, por ka një mbrojtje të saj nga komuna e Rahovecit, sepse ende konsiderohet si një pasuri historike. Dhe mytësarifi i Sanxhakut të Prizrenit atë kohë, Mahmud Pasha i dhuroi qytetarëve të komunës së Rahovecit, ai ndërtoi po ashtu edhe një kull në fshatin Opterush të komunës së Rahovecit, që është 8 km në lindje të Rahovecit, dhe gjithashtu e ndërtoi një sahat kull të tillë edhe në Mamush. Pra ishte një dhuratë dhe kjo sahat kull mbeti si një pasuri, si një lloj identiteti i komunës së Rahovecit, është mjaft e bukur, natyrisht ka nevojë për një restaurim dhe për një funksionalizim të saj. Do të ishte me të vërtetë një pasuri që të funksiononte prapë, por megjithatë mendoj që edhe kjo neglizhencë e instancave të ndryshme të cilët e menaxhojnë këtë sahat kull, besoj që do të riparohet dhe të funksionalizohet, sepse nëse shikohet peizazhi ose pamja nga ajri, sepse shpeshherë edhe dronët bëjnë xhirime dhe japin një imazh jashtëzakonisht të bukur, sahat kulla është si një lloj nuse brenda një kupole të qytetit dhe sjell një imazh shumë të bukur. Pra, kjo është ajo sahat kulla e cila përmendet në këtë këngë që e potencuat ju, pra Destan Begu Qysh Sahati në Rahovec se kem konakut. Pikrisht sot jemi në konakun e Rahovecit, këtu edhe ju si mysafir. Cila është mënyra më e mirë për ta kaluar verën në Rahovec, për çdo që vjen këtu për vizitë? Për ata të cilët për herë të parë vizitojnë, natyrisht që kanë dëshirë që të njihen pak edhe me pjesën arkitektyrore të Rahovecit. Ne ishim te sahat kulla, Rahoveci po ashtu është i njohur edhe për disa kroje të cilat kanë pasur një historik, po ashtu të njerëz të cilët nuk ishin atë kohë, domethënë pjesën e infrastrukturës ujësjellësit, kemi krojen e Sheshit të Republikës, ku njerëzit grumbulloheshin përpara, luanin shah aty, sidomos njerëz të pleq, kroji i Vrellës, kroji i lagjës së Hamamit, kroji i Eminazërve, pra është jashtëzakonisht i pasur me disa monumente historike. Po ashtu kemi edhe rende të ndryshme fetare përpos xhamive të vjetra, të cilat pas luftës natyrisht janë restauruar. Kemi domethënë edhe teqen e Halvetive, që ka një historik jashtëzakonisht të begatshëm. Për sa i përket pjesës së arktimit, natyrisht Rahoveci ka vreshta, sot kemi të zhvilluar mjaft taverna në përvneshta, domethënë të Rahovecit, ku kemi kafeteri të ndryshme të cilat frekuentojnë njerëz për të dalur në natyrë, në disa ambiente të cilat më përpara nuk është se kemi pasur pjesë të agrokulturës në këtë rast, dhe ka filluar edhe që kjo pjesë e segmentit të agrokulturës të zhvillohet, dhe ka disa kafeteri të reja të cilat sot
po ashtu janë zhvilluar tek pjesa e palestrës, që ende nuk është e përfunduar ajo pjesa e sheshit. Ka mjaft vende, ka mjaft sidomos në verë që mund njeriu të argëtohet dhe të sheh me të vërtet, sepse Rahoveci, siç ju thash edhe më herët, është një qytet jashtëzakonisht i vjetër, është i lashtë dhe ka një histori të bujshme, jo vetëm arkitekturore, por edhe në kulturën e tij, domethënë edhe në bujarinë e tij, edhe në mikpritjen e tij, etj. Rahovecianët, po e them shkurt e shqip, po e parafrazoj, janë mikpritës bujar, punëtor pa zhurmë dhe krenar dhe solidar, sidomos në momente kur kërkohet që të kontribuohet ose në momente kur atë është në rrezik. A jeni njeri që i planifikoni të gjitha gjërat në detaje, apo jeni i tillë që ja lini edhe spontanitetit? Nuk është shumë që jam fort detajist, zakonisht nuk është që edhe nuk i planifikoj, gjërat i planifikoj, po nuk jam fort detajist në këtë rast. Në planifikimet e përgjithshme të mia të punës, ndonjëherë mundohem edhe që edhe gjërat më të imta, domethënë ti koordinoj si duhet, sa më mirë. Por tek pjesa familjare nuk është që jam fort detajist dhe për këtë pjesë sidomos është e angazhuar ose është më detajiste bashkëshortja ime. Me gjitha angazhimet që ju i keni, sikur të kishit një javë kështu të komplet të lirë edhe vetëm për qejf, ku do të shkonit edhe kë do të merrnit? Me qenë se angazhimit e mia publike qoftë në procesin e simdhënies, qoftë edhe në angazhimet të cilën e kam këtë rast të pjesa e dikasterit zhvillimit rajonal, ku unë jam si zëvendës ministër aty, atëherë mungesa e familjes çdo herë domethënë është prezente. Dhe natyrisht që në qoftë se do të kisha pasur mundësi të zgjidh, domethënë nuk është se mund t'i daj, ne jemi 4 anëtar në familje, unë bashkëshortja ime dhe vajza me çunin e vogël, që është 4 vjeç. Në asnjë rrethan, në asnjë mundësi tjetër, domethënë nuk e kisha ndarë domethënë pjesën e familjes dhe kjo pjesë ndonjëherë shpesh jo vetëm që mungon, po më përmbush në kuptimin e kohës së lirë dhe kjo është një ndjesi, një kënaqësi, domethënë që nuk plotësohet me asnjë kënaqësi tjetër. Prandaj çdo herë mundohem maksimalisht që kohën e lirë çfarëdo që e kam, natyrisht është pjesë e shoqërisë etj, po megjithatë familja është mbi të gjitha dhe mundohem që edhe në fundjavë, po edhe pas orarit të punës, kurdo që kam zbrastir dhe kohën e lirë, ta kaloj me pjesën e familjarëve në cilën unë jetoj. Për ne ishte një kënaqësi shumë e madhe që zhvilluam këtë intervistë me ju edhe që na treguat Rahovecin. Faleminderit shumë, siç ju thash, jeni të mirëpritur, jeni të mirë se ardhur çdo herë në Rahovecin e bukur dhe kënaqësia ishte edhe imja po ashtu. Faleminderit.